Tung njerëz, më kishte munguar kjo frazë dhe ja po e them sot. Sot në Troç me Redin do të komentoj disa nga zhvillimet më të fundit. E zhvillimi më i fundit është padyshim me atë më të komentuarën dhe më të dëshiruar në rrjetet sociale nëpër emisione ku do shi emri i saj. Egli Tako ka bërë publike tashmë në kanalin YouTube bashkëpunimin me Sergjon të këngës Baby. Sigurisht ka marrë një hof të madh dhe një mbështetje masive nga ndjekësit e saj dhe ndjekësit, mbështetësit dhe fancat që i ka të shumt. Por do të ndalem në disa pika. E para është kritikuar DC apo më saktë është parë një egli e re në strofën, është parë një egli e re në një nga strofat e këngës ku zëri i saj është më melodioz, më i thellë, më i avasht, më i ngjirur dhe më pjesë e shpirtit. Ajo ka treguar që ky projekt është pjesë e shpirtit dhe nga teksti e kuptojmë që është i tillë. Në këtë këngë, ajo ndër të tjera shprehet: "Mezi jetoj dhe dyroj këtë mërzi, si e më pa, si e këtu me mni. Veç unë e di qysh rrin komt mia, kur dhimbje më ndjek mbrapa si kurhia. S'du me ni për ty e për dashni, jetun pa të ura, e hala mente ti." Padyshim që është një tekst i ndjerë, i cili vjen në një moment ku egli është ende në vorbullën e diskutimeve të raportit të saj të mbetur nga eksperienca shumë e komentuar dhe shumë e debatueshme. Ajo dhe gjesti padyshim do të mbeten personazhet më të komentuar të Big Brother Albania VIP 4 dhe historia e tyre ende mban të mbërthyer jo vetëm rrjetet sociale, por emisionet, publikun dhe një pjesë të mirë të audiencës së gjerë e cila është e dëshiruar të di më shumë për këtë raport, që dyshja ka vendosur ta mbajë të kontrolluar dhe të mos japin detaje, por detajet ata japin siç jam shprehur edhe më herët, përmes projekteve muzikore, gjesti më së shumti përmes koncerteve të tija, ku lëshon fraza, por edhe provokime. Sikur thash edhe më lart, kjo këngë e re e Eglit Baby sigurisht që është një balad pop e cila vjen në një moment veror kur artistët krijojnë dhe sjellin për audiencën këngë ritmike verore dhe këngë ndoshta pa një tematikë kaq të ndjeshme siç e ka Egli, por ajo ka treguar që është një artiste e cila mbështetet fort tek një mesazh, tek një fabul edhe tek një tekst i cili lidhet me një gjendje shpirtërore. E me sa duket gjendja e saj shpirtërore mund të jetë e trazuar, ende e qetë dhe ndoshta ende nuk e ka marrë veten nga gjithë trysnia apo nga gjithë përvoja e cila nuk ka qenë as pak e lehtë në Big Brother, edhe pse muajt kanë kaluar, ndoshta është një eksperiencë që do t'i mbes asaj gjatë në memorie, por edhe në këtë zhërvillësim që ajo, por edhe në këtë lëvizje që ajo ka me publikun tashmë si artiste. Kënga po ecën mirë edhe pse nuk ka atë hovin e madh që ndoshta duhet të kishte. Ktu e kam për anën e klikimeve, edhe shtoj këtu faktin edhe kur u holl mbrëm në premier nuk është se kishte pafundësisht njerëz që po i ndiqnin deri diku tek 2000 njerëz që po i ndiqnin online kur kënga u publikua, në krahasim me gjestin i cili kur u publikua kënga Veshun Drequ ishin 15.000 njerëz që po i ndiqnin premier këngën e cila u holl në YouTube. Sa kaq, një tjetër detaj është marrë nga klipi i Eglit ku ka të bëjë me unazin e saj, e cila ka një gur që është i ngjashëm dhe identik me gurin që ka një nga varësit e gjestit. Sigurisht që këto janë detaje që ndjekësit besnik i kanë kapur dhe kanë gjetur një lidhje duke e lidhur më shumë çiftin e tyre të përzemërt dhe duke kuptuar dhe duke nxjerrë kështu në pa që midis tyre lidhja ende vazhdon. Nga ana tjetër do të kthehem tek gocat e mia, edhe pse jam i mërzitur, këtë e tregova dhe kur isha i ftuar në ora 7 sot në mëngjes në Klan Kosova, jo për të mburrur veten, por për të thënë një të vërtetë, prisja që të isha në një nga prajmet e Supernovës, kjo për të ndarë mendimin tim pasi i kam ndjekur vajzat që nga dita parë dhe e di të gjithë e curin që ka pasur kjo, por ndoshta më bëjnë surprizë dhe jam në finale, e cila me sa duket do të jetë afër edhe pse nuk është bërë publike ende data. Sa kaq mbrëm ishte një deli ku nuk munguan debatet e forta, ironit, po edhe sarkazmat midis vajzave. Sigurisht që një format si ky ku thelbësore do të jetë modelingu, photoshooting dhe gjithçka që ka të bëjë me botën e pasareles, e modës dhe të modeles, sigurisht që debatet janë ato që marrin një pjesë të mirë të diskutimeve apo të hapësirës
mediatike që ka tashmë ky projekt që ka korrur një sukses edhe po shkon tek publiku çdo herë më shumë. Nuk më ka pëlqyer që vajzat me njëra tjetrën kanë ironi tallse, por edhe përdorin terma që ndoshta janë të vrazhd edhe kanë një gjuhë të përditshme rruge si fjalët ignorante, debile, ti je gjatë, ti je shkurtër, ti je e shëndosh, ti je dobo, ti je kështu, ti je ashtu, paragjykime për operacionet plastike, për mirëmbajtje me fillera apo të tjera janë të kuptueshme, pasi vajzat aty nëse nuk do të kenë këto ngacmime, sigurisht që nuk mund të sjellin një lloj dinamike apo një lloj drame e cila është e kuptueshme në të tilla spektakle që e shoqërojnë dhe janë të pranishme dhe nuk janë të vështira që të mos i kemi, por do doja për të gjitha vajzat që janë ende në garë, do doja një gjuhë më mirëkuptuese me njëra tjetrën, një debat real, të merren aty se kush bën foto më të mira, se kush ecën më mirë në pasarel, të kritikojnë njëra tjetrën në këtë lloj sensi, të jenë kritikuese profesionale dhe jo nëntshmuese apo le të themi gjykuese të vrazhda, pasi nuk janë aty thjesht për të qenë për veten e tyre, por janë aty për të dhënë edhe një mesazh të mirë dhe një mesazh që ta dua njëra tjetrën pasi kërkojnë barazi gjinore, ku ndërkohë janë femrat ato që godasin njëra tjetrën dhe nuk të lë një shije të mirë kjo gjë.